Shkodra do të përjetojë një vit të veçantë shpirtëror dhe kulturor me rastin e vitit jubilar të Zojës së Këshillit të Mirë, i cili do të nisë me datën 25 prill 2026 dhe do të zgjasë deri në 25 prill 2027. Ngjarjet qendrore të hapjes së vitit jubilar do të jetë me 25 prill 2026, që është vigjilja e festës, ku do të bëhet hapja e ekspozites tematike pranë Basilikës së Nënës së Këshillit të Mirë. Ekspozita do të përmbajë materiale fotografike, historike, dokumentare dhe devocionale. Ndërkohë, rektori i Bazilikës së Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër është ndalur tek domethënia e logos së re të këtij jubileu, e cila pritet të shoqërojë të gjitha aktivitetet përgjatë gjithë këtij viti të veçantë. Logoja është një formë rrethi që simbolizon edhe globin, numri 130 edhe po thëmë zeroja është Zoja e Këshillit Mirë që është zemra. 3 viza që janë 3 lumejt, simbolizojnë 3 lumejt, sepse ju dini që kisha e Zojës edhe kalaja janë të rrethume mes 3 lumejve. Gjaja e veçantë brenda kësaj logo është edhe sfondi, është ikja e kolidromenus, pra kuadri, piktura e Zojës së Këshillit Mirë ose më mirë, ikja asaj që është shpërngul në shkun Gjenecano. Të gjithë peshqve do të jenë të angazhuar në drejtim të jubileve përkatës, ndërkohë që një ftesë zyrtare nga konferenca i peshqvnore i është drejtuar edhe Papa Leonit për të qenë pjesë e këtyre kremtimeve, ndonse deri më tani nuk ka ende një përgjigje zyrtare nga Selia e Shenjtë. Të gjithë i peshqve të konferencës i peshqvnore të Shqipërisë do të jenë pranishëm për të udhëheqë jubilet specifik, duke filluar nga jubileu i meshtarëve, jubileu i familjeve, për të përfunduar te jubileu i diplomatëve, artistëve dhe studentave. Nuk ka pas ftesa për Papa Leonin e 14 është dërguar nga konferenca e peshqvnore e Shqipërisë, e cila do të thonë akoma nuk kemi një përgjigje as pozitive as negative. Nga ana tjetër, sigurisht kardinali Makrikas është niveli më i lartë pas Papës, i cili do të vizitojë vendin tonë. Viti jubilar pritet të sjellë në Shkodër jo vetëm besimtar nga mbarvendi, por edhe peligrin të shumtë nga diaspora, duke e kthyer qytetin në një qendër të rëndësishme të besimit dhe traditës katolike gjatë gjithë vitit.